Veprimi reciprok I trupave, detyra numerike. Në një trup me masë 10 kg vepron forca prej 25 newtonave. Sa është nxitimi I trupit? Pra në këtë detyrë kërkohet të llogaritëm nxitimin e një trupi kur një forcë prej 25 newtonave ka vepruar mbi një trup me masë 10 kg. Në fillim do të nxjerrim të dhënat e detyrës që shohim se masa e atij trupi ka qenë 10 kg. Ndërkaq forca e cila ka vepruar në atë trup është 25 newton. Kërkohet të llogaritim sa është nxitimi I trupit në momentin që ai fillon të lëviz, pasi që mbi atë trup ka vepruar forca. Nga të dhënat shohim se masa është dhënë në kilogram, që njësia ndërkombëtare e masës është kilogrami, dhe forca është dhënë në newton, që po ashtu është njësia ndërkombëtare e saj newtoni. Kërkohet të llogaritëm nxitimin e trupit. Për të llogaritur nxitimin e trupit, dim formulën e nxitimit që paraqet hersin në mes të forcës dhe masës. Pra, nxitimi I një trupi është në proporcion të drejtë me forcën, ndërkaq në proporcion jo të drejtë me masën. Njësia ndërkombëtare e nxitimit është metri për sekond në katror. Kur të vërtetojmë këtë formulë, njësia do të jetë metër për sekond në katror. Prandaj, do të vërtetojmë këtë formulë, para se atë ta përdorim. Njësia ndërkombëtare e forcës është newtoni, derisa njësia ndërkombëtare e masës është kilogrami. Kemi marrë një njësi newton për kilogram, ndërkaq thamë se njësia ndërkombëtare e nxitimit është metër për sekond në katror. Në qoftë se kthehemi te formula e forcës kur dim masën dhe nxitimin, dim që forca numerikisht është e barabartë me prodhimin e masës dhe nxitimit të atij trupi. Do të vërtetojmë këtë formulë. Njësia ndërkombëtare e masës është kilogrami, njësia ndërkombëtare e nxitimit të trupit është metër për sekond katror. Kilogram herë metër për sekond katror është barazu me newton për nder të Isaac Newtonit dhe njësia ndërkombëtare e forcës është newtoni. Dhe çka treguam me këtë? Se newtoni është marrëveshje e fizicianëve që prodhimi I kilogram herë metër për sekond katror të jep newton. Kështu që newtonin mund ta shkruajmë edhe si kilogram herë metër për sekond në katror, thy për kilogramin këto që veç e kemi si njësi të masës, dhe tani kilogram me kilogram mund të thjeshtojmë, dhe kur thjeshtohet kilogrami këtu mbetet 1, e metër thy për sekond katror thy për 1 është metër për sekond në katror, që doli se njësi ndërkombëtare e nxitimit është metri për sekond katror, ashtu dhe thamë se duhet të del metër për sekond në katror. Me qenë se formula qenë ka mirë, atëherë do të bëjmë zëvendësimet dhe shkruajmë edhe një herë formulën e nxitimit të trupit që paraqet hersin në mes të forcës dhe masës. Tani do të kthehemi te të dhënat ku forca është 25 newton, e shkruajmë 25 newton, ndërkaq masa është 10 kg. Shkruajmë pra 10 kg. Numri 25, kur ta pjestojmë me 10, është 2.5, ndërkaq newton thy për kilogram, po mësë është metër për sekond në katror. Dhe përfundojmë se nëse mbi një trup me masë 10 kg është vepruar me një forcë prej 25 newtonave, atëherë ai trup do të lëviz me një nxitim prej 2.5 metra për sekond në katror. Dhe kjo ishte zgjidhja e kësaj detyrës, të cilën
Shpresojmë se ju pa vështirësi edhe mund ta zgjidhni ndonjëherë tjetër në qoftë se të dhënat i ndryshoni. Supozojmë se nëse masa është 200 gram, forca 2 newtona, sa do të jetë nxitimi i trupit? Çfarë do të bëni? Masën e dhamë në gram, gram do t'i ktheni në kilogram, kurse forcën e kemi në newton është njësia ndërkombëtare mirë. Prandaj këtu do të shkruani 200 herë, grami është 1000 herë më i vogël se kilogrami, që shkruhet 0.001 kilogram, tu thjeshtohet një 0 me një 0, pastaj një 0 me një 0, dhe del 2 herë 0.1 është 0.2 kilogram. Tani, në bazë të formulës që e tham, nxitimi është forca mbi masën, do shkruani forcën 2 newton hyrë 0.2 kg dhe do të fitoni rezultatin për nxitimin e trupit. Po vazhdojmë me një detyrë tjetër. Teksti i kësaj detyre është: forca prej 10-3 të newtonave fillon të veprojë mbi trupin me masë 5 gram, i cili trup ka qenë në qetësi duke i dhënë lëvizje të njëtrajshme drejt vizore. Llogaritni nën A sa është shpejtësia e trupit pas 4 sekondave dhe nën B të llogaritni rrugën të cilën e kalon trupi për atë kohë. Në fillim të nxjerrim të dhënat e detyrës, ku shohim se forca e trupit është 10 në fuqin -3 newtona, pastaj masa e trupit është 5 gram, shkruajmë masën 5 gram, dhe duhet të llogaritim shpejtësinë pas një kohe prej 4 sekondave, kështu që nën A është dhënë edhe koha 4 sekonda, që duhet të llogaritëm pra shpejtësinë e trupit dhe nën B rrugën të cilën e ka kalu ai trup. Do t'i kontrollojmë të dhënat. Forca njësi ndërkombëtare ku newtonin, ashtu edhe është dhënë, ndërkaq që masa ka njësinë kilogram e ajo është dhënë në njësinë gram, dhe masën prej 5 gramve do ta kthejmë në kilogram. Shkruajmë 5 herë, grami është 1000 herë më i vogël se kilogrami, numri 1000 herë më i vogël shkruhet 0.001, ose mund të shkruhet si 10 fuqin -3 kilogram. Koha është dhënë në sekonda dhe njësia ndërkombëtare e kohës është sekonda, prandaj është në njësi ndërkombëtare dhënë, kurse tani do të gjejmë shpejtësinë. Për të llogaritur shpejtësinë e trupit, kur dim forcën edhe masën, do të nisemi nga formula e shpejtësisë që kemi thënë se paraqet prodhimin e nxitimit dhe kohës. Njësia ndërkombëtare për shpejtësia është metri për sekond. Në qoftë se shumëzojmë njësinë e nxitimit me njësinë e kohës, njësia do të del metër për sekond. Nëse kjo del, atëherë themi se formulën e kemi mirë. Prandaj do ta vërtetojmë. Njësia ndërkombëtare e nxitimit të trupit është metër për sekond në 4 orë. Njësia ndërkombëtare e kohës është sekonda. Sekonda me 4 orë thjeshtohet, ndërkaq kemi metër për sekond që ka mbet, dhe njësia metër për sekond është njësi ndërkombëtare e shpejtësisë, që do të thotë se kjo formulë është në rregull. Po ne do të llogaritëm shpejtësinë sikur ta kishim nxitimin dhe kohën. Kohën e kemi 4 sekonda, po nuk dim se me çfarë nxitimi lëviz trupi i cili është në qetësi, dhe ai tani do ka kalu në lëvizje të njëtrajshme drejt vizore në momentin kur e ka godit forca prej 10-3 të newton trupin që kishte mas 5 gram, e që thamë se kjo është 5 fuqi -3 kilogram. A keni ide se si do ta llogaritëm nxitimin e trupit kur e dim forcën dhe masën? Sigurisht se ju këtë e dini jashtëzakonisht mirë, ku do të bazohemi në ligjin e dytë të Newtonit, që kemi thënë se është nxitimi i barabartë me hercen e mes të forcës dhe masës.
Kur të vërtetojmë këtë formulë, njësia do të del metër për sekond katror, ju do të provoni ta vërtetoni, pastaj të llogaritni sa është nxitimi dhe nxitim ta bartni në formulën V barabart me A herë T, apo formulën A barë Z fëthy për me, ta bartni në këtë formulën e parë, do ta shkruajmë formula e parë, në formula e dytë, dhe të fitoni një formulë të tretë të shpejtësisë, që në vend të nxitimit do të shkruani F fy për m, forca fy për masën, herë kohën T, dhe pastaj t'i kryeni veprimet matematikore e të arrini rezultatin e shpejtësisë që duhet të del 0.8 metra për sekond. Pra, trupi lëviz me shpejtësi 0.8 metra për sekond, ju do të arrini të ky rezultat dhe në B të llogaritni rrugën të cilën e ka kaluar trupi pas 4 sekondave, në qoftë se mbi të ka vepruar shpejtësia prej 0.8 metra për sekond. Në pjesën e dytë, ne do të vazhdojmë bashkërisht ta vazhdojmë këtë detyrë. Pra do të vazhdojmë në pjesën e dytë të detyrës, ku disa nga të dhënat dhe udhëzimet për të zgjidhur detyrën i cekëm, ju shpresojmë se me mjaft lehtësi keni arritë rezultati i shpejtësisë 0.8 metra për sekond në detyrën në të cilën kërkohet shpejtësia dhe rruga të cilën e kalon një trup me masë 5 gram, kur mbi të ka vepruar forca prej 10-3 Newton dhe të llogaritet shpejtësia pas 4 sekondave dhe rruga të cilën e ka kaluar ai trup për atë kohë prej 4 sekondave. Shkruam të dhënat dhe shkruam formulën e shpejtësisë e vërtetuam, pashtu ju tham që në bazë të ligjit të dytë të Newtonit, ku nxitimi paraqet hersin në mes të forcës dhe masës, në qoftë se formulën e dytë e bartni në formulën e parë, do të arrini të rezultati 0.8 metra për sekond. Të shohim tash bashkërisht. Pra, detyrën mund ta zgjidhni në dy mënyra, mundeni formulën e dytë ta bartni te formula e parë, domethënë njëra prej variantave është që formulën e dytë ta bartni te formula e parë. Shpejtësia barabart me A herë T është formula e parë, ndërkaq formula e dytë është nxitimi barabart me forcën fy për masë. Në vend të nxitimit do të shkruajmë forca fy për masën herë koha T. Do të bëjmë zëvendësimet. Forca është 10 në fuqinë minus 3 Newton, masa ishte 5 gram, që e shkruam 5 herë 10 në fuqinë minus 3 kilogram, herë koha 4 sekonda. Tani mund të thjeshtojmë 10 minus 3 me 10 minus 3 dhe do të mbetet 4 të pestat, pra 4 të pestat dhe Newton fy për kilogram herë sekond do të del metër. Meqense se këtë formulë nuk e vërtetuam, atëherë 4 të pestat metër për sekond dhe kur numrin 4 pjestojmë me 5, rezultati do të del 0.8 metra për sekond. Kjo ishte llogaritja e shpejtësisë në detyrën në A, ndërkaq detyra në B është llogaritja e rrugës së një trupi pa shpejtësi fillestare, ku kjo është 1/2 A herë T në katror. Në bazë të ligjit të dytë të Newtonit mund të shkruajmë në vend të nxitimit, mund të shkruajmë forcën fy për masën, 1/2 mund ta shkruajmë ashtu siç ishte, herë T në katror. Dhe tani të vazhdojmë, këtë mund ta shkruajmë si forca që thamë është 10 minus 3 Newton, fy për masa ishte 5 herë 10 minus 3 kilogram. Krejt kjo të shumëzohet me 1/2. Pastaj kohën e kemi 4 sekonda, që kohën do ta shkruajmë si 4 sekonda krejt në katror, sepse koha është në katror, dhe 10 minus 3 me 10 minus 3 mund të thjeshtojmë, mund të kryjmë veprime tjera, si të themi se 4 në katror është 16, e këto mund ta shumëzojmë 2 herë 5, 10,
Pra ashtu dhe do të veprojmë, 4 sekonda në 4 orë është 16 sekonda në 4 orë, 2 herë 5 është 10, dhe njësia këtu kilogram herë metër për sekond 4 orë, kilogram me kilogram thjeshtohet, dhe metër për sekond 4 orë herë sekond në 4 orë thjeshtohen, dhe krejt kjo mbetet metra. Pra, 16 thy për 10 është 1.6 dhe krejt është pasi të kryhen veprimet me njësi, do të kemi 1.6 metra. Pra trupi do të kaloj krejt 1.6 metra. Do të vazhdojmë me pjesën e tretë, sepse detyrën e kemi zgjidh nën A dhe nën B, por ndoshta keni pas kokqarje me vërtetimin e këtyre formulave, se si kemi arrit të njësia metër për sekond, dhe nën B si arritëm të njësia metër që është njësia ndërkombëtare e rrugës. Prandaj do të vërtetojmë formulën e parë, ku tham shpejtësia që është nxitimi herë koha, këtë e patëm vërtetu, njësia ndërkombëtare e nxitimit është metër për sekond në 4 orë, herë njësia kohës sekond, sekonde me 4 orë thjeshtohet, dhe mbetet njësia metër për sekond, që është njësia ndërkombëtare e shpejtësisë. Por, nga formula ligjit të dytë të Newtonit, që thamë se është forca mbi masën e barabartë me nxitimin, njësia ndërkombëtare e forcës Newtoni, njësia ndërkombëtare e masës kilogrami, dhe Newtoni tha mund të shkruhet si kilogram herë metër për sekond 4 orë, y për kilogram. Kilogram me kilogram thjeshtohet, thamë të mbetet një numër 1, çdo numër që pjesëtohet me numrin 1 është vetaj numër, metër për sekond 4 orë thy për 1 është metër për sekond në 4 orë. Dhe tash, formulën e dytë e bartëm në formulën e parë, ku fituam shpejtësia barabartë me A herë T, nxitimi forca thy për masën herë kohën T. Kështu ishte formula nën A që dëshirojmë ta vërtetojmë vetëm njësitë se si po arrin te njësia metër për sekond. Do të vazhdojmë, pra njësia metër për sekond do të arrijë. Njësia forcës Newtoni, njësia masës kilogram, herë njësia e kohës sekundi. Krejt kjo do të del metër për sekond. Vazhdojmë. Newtonin mund ta shkruajmë si kilogram herë metër për sekond 4 orë, y për kilogram herë sekond. Kilogram me kilogram thjeshtohet, këtu mbetet një numër 1, metër për sekond 4 orë thy për 1 është metër për sekond 4 orë, herë sekond. Sekundi me 4 orë thjeshtohet, edhe mbetet metër për sekond. Pra doli njësia metër për sekond, që është njësi e shpejtësisë, e të cilën ne e morëm nga Newton thy për kilogram herë sekond, drejt për së drejti metër për sekond. Por gjithashtu dhe formulën nën B, ku patëm forca thy për masën herë koha në 4 orë, njësin metër. Prandaj, formula së barabartë 1/2 A herë T në 4 orë, kur zëvendësum formulën e ligjit të dytë Newtonit, pra nxitimi barabartë me forcën thy për masën. Atëherë, kjo formulë kaloi në trajtën së barabartë me A-ja F thy për M herë T në 4 orë. 1/2 mund të shkruhet përpara, por mund edhe të shkruajmë këtu thjesht herë D. Kur ta vërtetojmë njësia metër, njësia ndërkombëtare e forcës Newtoni, njësia ndërkombëtare e kohës është sekonda, po koha në 4 orë, atëherë edhe sekonda në 4 orë, njësia ndërkombëtare e masës është kilogrami. Numri 2 nuk ka njësi. Do të vazhdojmë. Newtonin e shkruajmë si kilogram herë metër për sekond në 4 orë, herë sekond në 4 orë, ashtu që shë kemi këto, thy për kilogram. Kilogram me kilogram thjeshtohet, sekond 4 orë me sekond 4 orë thjeshtohet, edhe kënë mbetet metër, që vërtetu se njësia ndërkombëtare e forcës është metri, për çka edhe kur llogaritëm këtë detyrë, thamë se është 1.6 metra, dhe njësia Newton thy për kilogram herë sekond në 4 orë, del se është metër, që e vërtetuam në pjesën e tretë të kësaj detyre. Veprimi reciprok i trupave, detyra numerike, një tekst i detyrës është si në vejëm. Automobili me masë
750 kg, lëviz me shpejtësi 72 km/h. Llogaritni sasinë e lëvizjes së automobilit. Të dhënat e detyrës janë masa e trupit 750 kg, ndërkaq shpejtësia me të cilën lëviz ai trup është 72 km/h. Kërkohet të llogaritet sasia e lëvizjes së automobilit që shënohet me P. I kontrollojmë të dhënat, njësia ndërkombëtare e masës është kilogrami, ashtu është dhënë në kilogram, derisa njësia ndërkombëtare e shpejtësisë metri për sekond e këtu është dhënë në kilometra/orë. Kilometrat për orë do t'i kthejmë në metra për sekond dhe me njëherë do t'a bëjmë këtë 72, 1 kilometër i ka 1000 metra, ndërkaq një orë i ka 3600 sekonda. Tu mund të thjeshtojmë 2 zera me 2 zera, po edhe 72 me 36 mund të thjeshtojmë që është 2, e 2 herë 10 është 20 metra për sekund. Pra automobili që lëviz me shpejtësi 72 km/h, në realitet është ajo shpejtësi 20 metra për sekund. Llogaritjen e sasisë së lëvizjes së trupit e llogaritim me formulën P barabartë me M herë V. Masa e trupit është 750 kg, herë shpejtësia për 72 km/h, po që është 20 metra për sekund, dhe këtu mund të shëmzojmë 750 herë 20, që 75 herë 2, pra mund të shëmzojmë 2 herë 5, 10, 2 herë 7, 14 dhe 1, 15, pastaj të shtojmë 1 zero edhe këtu 1 zero, shtojmë 2 zero, pra është 15.000 kg herë metër për sekund. Pra kilogram herë metër për sekund është sasia e lëvizjes së automobilit 15.000 kg herë metër për sekund. Prandaj, përfundojmë se kur automobili me masë 750 kg lëviz me shpejtësi 72 km/h, fiton një sasi të lëvizjes që shënohet me P prej 15.000 kg per metër për sekund, apo këtë numër mund ta shkruajmë si 15 herë 10 në fuqinë e 3 kg herë metër për sekund. Pra 15 herë 10 në të tretën kg herë metër për sekund, sepse to 3 zero janë zëvendësuar me fuqinë e tretë të numrit 10, që 10 në të tretën në realitet është 1000 dhe 15 herë 1000 është 15.000. Matematikisht mund të shkruhet edhe 15.000, po mund të shkruhet edhe 15 herë 10 në të tretën, pra si të keni në të dy mënyrat është njëjtë e shkruar pa asnjë gabim matematikor. Detyra numerike për veprimin reciprok të trupave. Në trupin me masë 500 gram vepron forca prej 300 newtonave për kohën të barazi 0.01 sekond. Përcaktoni impulsin e forcës dhe shpejtësinë e trupit nëse para veprimit të impulsit trupi ndodhej në qetësi. Pra të dhënat në këtë detyrë shohim se janë masa 500 gram, pastaj është forca 300 newton, është koha të barabartë me 0.01 sekond dhe kërkohet të llogaritëm impulsin e forcës, që do ta shkruajmë, dhe kërkohet të llogaritëm shpejtësinë me të cilën lëviz trupi pasi në të ketë vepruar forca, pra shpejtësinë e trupit. Në fillim, si zakonisht, duhet i kontrollojmë të dhënat, a janë në njësi ndërkombëtare. Njësia ndërkombëtare masës e dim që është kilogrami, këtu është dhënë njësia në gram, prandaj gramt do t'i kthejmë në kilogram dhe me njëherë do ta bëjmë këtë llogaritje. Shkruajmë 500, grami thamë është 1000 herë më i vogël se kilogrami, 0.001 kilogram. Tu shohim se 2 zero me 2 zero mund t'i thjeshtojmë dhe 5 herë 0.1 është 0.5 kilogram. Pra masa për 500 gramve është 0.5 kilogram, që i bie gjysmë kilogrami. Forca është dhënë në newton, dhe njësia ndërkombëtare e forcës është newtoni, prandaj këtu është dhënë në njësi ndërkombëtare forca. Njësia ndërkombëtare kohës është sekonda dhe në sekond është dhënë, pra dhe kjo edhe është një njësi ndërkombëtare. Dhe tani
kërkohet të llogaritëm impulsin e forcës dhe pasi të kemi llogarit impulsin e forcës do të gjejmë shpejtësinë me të cilën trupi lëviz, sepse thamë se para veprimit të impulsit supozum se trupi është në qetësi. Këto pra janë të dhënat dhe kërkohet impulsi forcës dhe i shpejtësisë për një tekst të detyrës ku mbi një trup që ka masën 500 gram ka vepru forca 300 Newton gjatë një kohe prej 0.01 sekonda. Kërkohet të llogaritet impulsi forcës dhe shpejtësia, të dhënat i shkruam dhe ato i vërtetuam a janë në njësi ndërkombëtare, masën prej gramve kthym në kilogram, forca ishte në Newton, koha në sekonda është mirë dhe me këto udhëzime shpresoj se ju do të arrini ta vazhdoni detyrën, të llogaritni një herë impulsin e forcës, pastaj të llogaritni shpejtësinë me të cilën trupi do të lëviz, të marrë parasysh që para veprimit të impulsit trupi ishte në qetësi. Po vazhdojmë me pjesën e dytë të detyrës që shpresojmë se ju keni arritur ta zgjidhni, ku ishte teksti në trupin me masë 500 gram vepron forca prej 300 Newtonëve për kohën të barabartë me 0.01 sekonda. Përcaktohet impulsi i forcës dhe shpejtësia për trupin që para veprimit të impulsit ka qenë në qetësi. Masa ishte 500 gram dhe 500 gram ti kemi kthyr në kilogram sepse njësia ndërkombëtare e masës është kilogrami dhe doli se është gjysmë kilogrami. Forca është dhënë në Newton, koha në sekonda, këto ishin thamë në rregull edhe në pjesën e parë. Kërkohet impulsi i forcës që është shkruar me L dhe paraqet prodhimin në mes të forcës dhe kohës, pra forca herë koha jep impulsin e forcës, që njësia është Newton herë sekond. Pra do të vërtetojmë, njësia ndërkombëtare e forcës është Newtoni, herë njësia ndërkombëtare e kohës është sekundi dhe Newton herë sekond është njësi e impulsit të forcës. Atëherë këtë formule shkruajmë edhe një herë, pastaj të dhënat forca dhe koha do të sillen në këtë detyrë, forca 300 Newton, shkruajmë 300 Newton, herë koha 0.01 sekond, 0.01 sekond, tu shohim se një 0 me një 0 mund thjeshtohet, pastaj edhe një 0 me një 0 thjeshtohet, 3 herë 1 është 3 Newton herë sekond. Pra impulsi forcës është 3 Newton sekonda. Tani do të llogaritëm shpejtësinë me të cilën lëviz trupi, duke ditë se impulsi forcës është P herë T, ashtu qysh e shkruam dhe vërtetuam në këtë formulë, dhe krejt kjo paraqet prodhimin e masës dhe shpejtësisë me të cilën lëviz trupi, që po ashtu është dhënë si M herë V, dhe në këtë rast kemi të gjejmë shpejtësinë me të cilën lëviz trupi, atëherë na pengon masa. Për të liruar nga masa, ne të dy anët e barazimit do t'i pjestojmë me M. Dhe kemi F herë T pjestu për M, apo matematikisht mund ta shkruajmë edhe Fy për M, barabartë me M herë V Fy për M. M me M thjeshtohet, prej nga rrjedh, shpejtësia e barabartë me F herë të Fy për M. Mund të shkruhet edhe në këtë mënyrë. Ku të vërtetohet kjo formulë, njësia duhet të del metër për sekond. Pra, formula që shkruam V barabartë me F herë të Fy për M, njësin do të ketë metër për sekond. Do të vazhdoni të llogaritni këtë detyrë, por para prakisht ta vërtetoni formulën në mënyrë që njësia e kësaj formule krejt në fund do të del metër për sekond. Dhe ne do të vazhdojmë në pjesën e tretë të kësaj detyre, që shpresojmë se ju pa vështirësi do të arrini ta vërtetoni këtë formulë dhe të bëni zavendësimet, të arrini te rezultati i cili duhet të del 6 metra për sekond. Pra, këtë rezultat do ta fitojmë kur të llogaritëm
shpejtësinë që është prodhim i forcës dhe kohës e raportit të drejtë me masën. Tani po vazhdoj me pjesën e tretë të kësaj detyre, ku në pjesën e dytë tham që të vërtetoni formulën e shpejtësisë për herë të thyër më, që njësia tham do të del metër për sekond, sepse është formula e shpejtësisë. Njësia ndërkombëtare e forcës Newtoni, njësia ndërkombëtare e kohës sekundi, njësia ndërkombëtare e masës është kilogrami. Newtoni është kilogram herë metër për sekond në katror, herë sekond thyër për kilogram. Shihni, kilogram e kilogram sigurisht e keni thjeshtu, po gjithashtu sekond me katror e thjeshtojmë dhe krejt mbetet metër për sekond, që o vërtetuse njësia ndërkombëtare e shpejtësisë është metri për sekond dhe ashtu edhe na doli këtë formulë. Pasi të kryjmë zavendësimet, sepse formula qenë ka mirë, do të arrijmë të rezultati 6 metra për sekond. Të shohim pra formula v barabart me f herë të thyër për m, barabart me forca e trupit është 300 Newton, prandaj do të shkruajmë forca 300 Newton, herë koha ishte 0.01 sekonda, e masa gjysmë kilogrami apo 1/2 e kilogramit, pra shkruajmë 0.5 kilogram. Këtu mund të thjeshtojmë këto 2 zero me këto 2 zero, prandaj 3 herë 1 është 3, është njësia Newton që mund të shkruhet kilogram herë metër për sekond katror, herë sekond thyr për 0.5 kilogram, ku tham kilogram me kilogram thjeshtohet, sekond me katror thjeshtohet, dhe 3 thyr për 0.5 është 6 metra për sekond, apo të vazhdojmë. 3 thyr për 0.5 që mund të shkruajmë si 1/2, njësia metër për sekond, pasi është thjeshtu katrori me sekond, metër për sekond. Tashtu kemi një fyzë të thjesht, ky ka emrin si 1, shumëzojmë t'jashmet me t'jashme, 2 herë 3 6, thyr për 1 herë 1 metër për sekond, 6 thyr për 1 është 6 metra për sekond, që thamë se rezultati do del 6 metra për sekond, ashtu dhe doli. Pra, shpejtësia me të cilën trupi lëviz është 6 metra për sekond, derisa impulsi i forcës ishte 3 Newton herë sekonda për trupin me masë 500 gram, në të cilën ka vepru forca prej 300 Newtonave gjatë një kohe prej 0.01 sekond. Veprimi reciprok i trupave, detyra numerike. Në trupin me masë 3 kg vepron forca prej 5.8 Newtonave, me që rast i ndryshon shpejtësinë atij trupi nga ajo fillestare që ka pas 5 metra për sekond në një shpejtësi prej 7 metra për sekond. Sa është koha e veprimit të forcës? Pra, le të supozojmë se trupi ka qenë me një masë 3 kg dhe në të ka vepru forca prej 5.8 Newtonave, me që rast trupit ja ka ndryshu shpejtësinë që kishte prej 5 metra për sekond në 7 metra për sekond. Kërkohet të dim për çfarë kohe ka vepru forca mbi atë trup prej 3 kg. Kështu të dhënat shohim se janë masa në fillim 3 kg, mbi të cilin ka vepru forca prej 5.8 Newtona, e shkruajmë edhe këtë, 5.8 Newtona. Pastaj shpejtësinë fillestare të cilën trupi e kishte është V0 barabart me 5 metra për sekond, dhe shpejtësinë të cilën e fiton trupi V1 është 7 metra për sekond. Kërkohet të dim kohën e veprimit të forcës mbi atë trup. Pra, krejt çka kërkohet është koha e veprimit të forcës mbi trupin që ishte në një shpejtësi të lëvizjes 5 metra për sekond dhe e rrit atë në 7 metra për sekond. Veçinse ka vepru forca prej 5.8 Newtonave. Do t'i kontrollojmë të dhënat. Njësia ndërkombëtare e masës është kilogrami, po ashtu është dhënë kilogram. Njësia ndërkombëtare e forcës është Newtoni, që është dhënë Newton. Njësia ndërkombëtare e shpejtësisë metri për sekond dhe në të dy rastet shpejtësia është dhënë në metra për sekond. Kështu kërkohet të gjejmë forcën, kërkohet të gjejmë kohën e veprimit të forcës dhe ne do t'ju japim disa udhëzime, do t'ju lëm
që ta zgjidhni këtë detyrë vet. Ndërkaq në pjesën e dytë do ta punojmë edhe ne në mënyrë që të arrini të kuptoni se e keni zgjedhur detyrën sipas mënyrës të cilën ne do ta japim. Ju kujtohet formula e forcës të ligjit dytë i Newtonit. Pastaj ju kujtohet sigurisht nxitimi kur trupi ndron shpejtësinë brenda kohës, që ajo është v1 minus v0, fy për kohën të. Me anë të këtyre dy formulave mund të gjeni kohën, që është një rezultat prej apo një sekonde, përkatësisht 1.03 sekonda. Pra këtë do të jetë rezultati në fund të kësaj detyre, të barabartë me 1.03 sekonda, që i bie prapërsisht një sekond ka vepruar forca mbi një trup me masë 3 kg, të cilit ja ka ndrru shpejtësinë nga 5 metra për sekond në 7 metra për sekond. Jo, vazhdone tani detyrën dhe ne në pjesën e dytë do ta zgjidhim këtë detyrë. Pra, në pjesën e dytë do të vazhdojmë me zgjidhjen e detyrës, ku teksti ishte në trupin me masë 3 kg ka vepruar një forcë prej 5.8 newtonave, me që rast trupit ja ka ndryshuar shpejtësinë nga e fillestare me 5 metra për sekond në 7 metra për sekond. Kërkohet të gjejmë kohën e veprimit të forcës. Shkruam të dhënat në pjesën e parë, masa 3 kg, forca 5.8 newtona, shpejtësia fillestare metra për sekond, shpejtësia trupit pas veprimit të forcës 7 metra për sekond dhe kërkohet të gjejmë kohën. Treguam disa formula dhe po ashtu thamë rezultatit do del prapërsisht një sekond, që do me thamë është 1.03 sekonda. Do të vazhdojmë ne me këto dy formula dhe shkruajmë formulën e parë, f barabartë me m herë a, masa herë nxitimi. Po e vërtetojmë, njësia ndërkombëtare e masës është kilogrami, herë njësia nxitimit është metri për sekond katror, kilogram herë metër për sekond katror është newton. Në formulën e dytë, nxitimi, që është herësin e mes të ndryshimit të shpejtësive me kohën, njësi do të jep metër për sekond katror. Njësia shpejtësisë metër për sekond minus njësia shpejtësisë tjetër metër për sekond, e metër për sekond minus metër për sekond në realitet është metër për sekond. Fy për sekond, kjo ka numërin 1, shumëzojmë t'jashmet me t'jashme, metër herë 1 është metër, sekond herë sekond, sekond katror. Dhe me thonë, njësia metër për sekond katror është njësi ndërkombëtare e nxitimit. Në qoftë se këto formula i shkruajmë si që thamë në pjesën e parë, formula e parë dhe formula e dytë, dhe tani formulën e dytë do ta bartim në formulën e parë, që i bie se formula e parë është f barabartë me m herë a, dhe kur të bartim formulën e dytë në formulën e parë është m herë, në vend të a-së të nxitimit kemi v1 minus v0 y për t. Dhe kjo le të jetë formula e tretë, që njësinë e ka newton. Pra, formula të cilën e shkruam f barabartë me m herë v1 minus v0 y për t. Nga kjo formulë duhet të gjejmë formulën e kohës. Për të gjetë formulën e kohës, ekziston një rregull e artë, e njohur matematikisht, që u ndrojnë vendin këtyre dy mallësive. Koha do del te forca, e forca vjen te koha dhe këto të tjera mbeten njësoj. Prandaj, formula f barabartë me herë v1 minus v0 y për t, ta përdorim këtë formulë, do ta vërtetojmë, njësia duhet të del sekond, sepse formula është e kohës, pra fy për forcën. Këtu kemi njësia ndërkombëtare e masës është kilogrami, njësia ndërkombëtare e shpejtësisë metër për sekond minus metër për sekond është metër për sekond, fy për newton, barasin. Këta mund ta shkruajmë si kilogram edhe një herë, këtu kemi metër për sekond, ndërkaq newtonin mund ta shkruajmë si kilogram herë metër fy për sekond katror, kilogram e kilogram thjeshtohet. Tu kemi një thyes të dyfisht, ku shumëzojmë metër herë sekond në katror, fy për metër herë sekond, dhe në këtë rast mund të thjeshtojmë metër me metër, sikurse që thjeshtojmë edhe sekond me katror dhe mbetet sekond, që u vërtetu se njësia ndërkombëtare e kohës është sekondi dhe formula qenë ka mirë.
Me qenë se formula është mirë, atëherë do ta përdorim këtë formulë, masa herë V1 minus V0 fyr për F. Masa e trupit është 3 kg. Shpejtësia e trupit është 7 metra për sekond, minus ishte shpejtësia fillestare 5 metra për sekond, ndërkaq forca me të cilën ka vepruar mbi atë trup është 5.8 newtona, do ta shkruajmë 5.8 newtona dhe 3 kilograme shkruajmë, ndërkaq zvresim 7 metra për sekond minus 5 metra për sekond, që është 2 metra për sekond, thy për 5.8 e newtonin si që pa mund të shkruajmë si kilogram herë metër thy për sekond në katror, barazi, 3 herë 2 mund shumëzojmë që është 6, por paraprakisht të thjeshtojmë kilogram me kilogram, prandaj mund të shkruajmë 6 thy për 5.8 dhe njësit kemi metër thy për sekond, thy për metër për sekond katror, është metër herë sekond në katror, thy për metër herë sekond, metër me metër thjeshtohet, sekond në katror thjeshtohet, ndërkaq numrin 6 kur ta pjestojmë me 5.8 përafërsisht del rezultati 1.03 dhe njësia sekond. Që thamë se do të jetë koha prej 1.03 sekondave që ka vepru mbi trupin me mas prej 3 kg që ja ka ndru shpejtësin nga 5 metra për sekond në 7 metra për sekond.